udhëtimi nuk është vetëm për të bërë pushime, udhëtimi është në vetvete është një kulturë, po shihja që klientët po riktheheshin. Aty mendova që po funksionon. Klientët tek Manutrell vinë për një arsye që ne kemi shumë thjesht. Nuk shesim vetëm paket turistike ose organizim udhëtimi. Ne shesim standard, besim edhe vizion. Sipërmarrja është gjëja më e bukur që mund të bësh në aspektin e karrierës, gjithmonë kur ti bën diçka që ty të pëlqen. Çdo gjë që ti bën, nëse nuk je prezent në familje, nëse nuk ke kohë për fëmijët, unë mendoj se është e kotë. Nëse ne duam të tregojmë i përgjegjshëm për çdo vendim apo veprim që ne marrim, është përheqësia jonë, nuk është përheqësia një personi tretë. Çdo gjë e kemi në dorë ne. Njëti shërbim siç e jep Bledi, siç e ka filluar Manun, Bledi e ka edhe skuadra, sepse edhe biznesi rritet bashkë me skuadrën, bashkë me mua, me të njëjtin vizion, me të njëjtin standard dhe me të njëjtin besim. Kryesorja është disiplina. Se marrim një shembull, një ditë nuk je mirë nga gjendja emocionale, motivimi të bie. Kush të mban lojë është disiplina. Kam vetëm një synim, që njerëzit kur të nixojnë fjalën Manu, mos ta mendojnë si thjesht agjenci udhëtimesh ose një agjenci real estate, por ta zgjedhin për besimin dhe standardet që ofrojmë. Jam për herë në kërkim që të përmirësoj veten. Jam në garë me Bledin e djeshëm. Përshëndetje, mirë se vinin podcastin e suksesit. Si gjithmonë kam dëshirë më sjell sipërmarrës që po bëjnë diçka ndryshe në treg, inovacion, shërbime të ndryshme etj. Sot kam Blenard Gila, themelues i Manu Travel. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, Gjulio. Faleminderit se zgjodhe me tregu rrugtimin tanë në biznes edhe të ardhmen e biznesit të podcasti jonë. Faleminderit për ftesën. Blenard, kam dëshirë ta nisim bisedën siç ka nis biznesin, fillimet tuaja. Ndoshta edhe pak më herët. Cili është backgroundi jot? A ke kanë gjithmonë sipërmarrës apo më përpara ke punu diku, ke marrë një experience? Unë përpara në them drejtën kam qenë punojës, si shumica që kanë filluar karrierën e vet. Okej. Kam qenë menaxher në disa kompani dhe kjo praktikisht më ka ndihmuar që të njoh edhe realitetin e të dy anëve, edhe të qenit punëtor edhe sipërmarrës. Okej. Njoh tregun më nga afër, ndoshta edhe presionin e punës. Punët që ke bë kryesisht, a kanë qenë në të njëjtën industri siç je edhe sot si biznes? Punët që kam bërë kanë qenë të njëjtën industri, domethënë jam që se kam filluar domethënë të njëjtën bëj të njëjtën punë. Punove për disa vite, me sa diun ti ke ngjitur edhe ranxhet e promocionit ose të niveleve të kompanisë, edhe nivel menaxherial. Si arrite me shku në këtë nivele? Faktikisht karriera për herë nis me hapa të vegjël, duke u rrit, duke kërku nga veta, duke përmirësu veten, por erdhi moment që të thënë drejtën, si thon, ishte vendimtar që unë të merrej vendim pa plan B. Dhe mendova të hap biznesin tim duke mendu mbi bazën e vizionit dhe standardit që unë kërkoja nga vetja. Fillove me mendu edhe more hapin e parë, guximin për me hap diçka tonë. Tash i hapin probleme të reja, se deri te pjesa që duhet guximi me marr hapin e parë, ti mendon se ajo është gjëja më e madhe që mund të bësh, po pasi e bën hapin kalon, shikon që ka hapa shumë tjerë që mund të bësh, edhe probleme që dojnë zgjidhje. Cilat janë disa nga sfidat e para që je përballë me to kur e hape biznesin? Po sfidat e para të them drejtën janë praktikisht shumë të vështira sepse je emër i panjohur në treg, tregu s'ka besimin tënd dhe normalisht duhet marrë shumë vendime që kanë edhe peshë dhe nuk është asnjë gjë e vështirë. Fillimi është, si thon, stresi i çdo gjëje. Si arrite me kriju besueshmërinë në treg? Besueshmëria u kriju në momentin që unë po shihja që klientët po riktheheshin. Aty mendova që po funksionon. Okej, ndole edhe të pyetja rrallës, pra cilat ishin momentet e para kur kuptohet që funksionon. A mendon që marketingu më i mirë, përveç marketingut që mund të bësh ti vetë si kompani, është testimonials, pra klientat që flasin mirë për ty? Po, kjo ishte shumë e rëndësishme kur klientët riktheheshin dhe na sugjeronin të tjerët. Këtu mendova që nuk po shesim thjesht paketa turistike, por ndërtojmë edhe besim. Siç e the pak më parë, ti ke provuar edhe pozicionin si një punonjës, tashmë je edhe një pozicion si drejtues biznesit, si themelues. A mundesh më thon disa këshilla që do jepje një sipërmarrësit që duhet me ditë në lidhje me ose me menaxherin ose me punonjësit e vet? Si duhet të jetë ajo çësia? A duhet të jetë në thojza diktatorial apo të jetë pak më i kuptueshëm? Unë mendoj që raporti me stafin nuk do të jetë vetëm baza paga. Okej. Stafi kërkon energji të mirë në ambient
dhe trajtimi me dinitet. Patjetër që edhe disiplina është diçka që nuk anashkalohet, por edhe bashkëpunimi është diçka që unë e vlerësoj shumë. Sa kohë pasi e hape biznesin ke vazhdu me punu vetër, pa marrë staf? Ndoshta vitin e parë. Komplet vitin e parë. Komplet vitin e parë ja marr vetë me çdo gjë. Pastaj pse vendose me marrë punonjësin e parë? Po sepse kërkesat po shtoheshin dhe normalisht nëse do të mash shërbim, nëse do të përgjigjesh në kohë, duhet staf që të mendosh dhe të zgjerosh akoma më shumë. Emri Manu Travel. Si ka ardhur ky emër? Se nga ana marketingut, unë që i shoh gjanat me sy marketingut, duket një emër shumë i brendueshëm. Pra, i mbajtshëm mend kollaj. Po du me ditë pak pjesën e backgroundit, pse zgjolle? Emri Manu Travel faktikisht ka lidhje shumë emocionale me mua. Dhe në 2016 kur ne kemi fillu, Manu ka qenë edhe fizikisht dhe në këto momente është diçka që jeton me shumë dashuri brenda nesh dhe e rrisim si biznes me hapa të vegjël po të sigurt. Vim pak tek aktualiteti, tek e tashmja, se fillimet I kuptova. Çfarë ofroni aktualisht? A ofroni thjesht pakete ose çmime, si të gjithë tjerët, po të vë pak shën ciklet, po? Ne ofrojmë pakete turistike, organizime udhëtimesh, individuale, në grup, udhëtime personalizuara në bazë të kërkesave specifike që kanë klientët, çdo gjë që ka lidhje me industrinë e udhëtimit. A ofroni vetëm eksperjenca që janë premium ose luxury, pra për një shtres ekonomike që është e lartë, apo keni gjetë mundësi të aksesueshme edhe për njerëzve që kanë ndoshta një punë pak më të thjeshtë? Ne praktikisht e ofrojmë kategoritë e udhëtimeve për të gjitha shtresat, edhe luxury, edhe premium, por edhe personat që kanë domethënë një buxhet të përcaktuar dhe mendojnë që mos të shpenzojnë më shumë për shembull për një udhëtim. Ne I përmbledhim gjitha në domethënë në buxhetin që klienti mendon. Mbas domethënë çdo gjë që klienti mendon, ne I japim sugjerimet. A ka klienti gjithmonë drejt? Jo në të gjitha rastet. Pse? Po sepse ka, domethënë unë mendoj që ka një vit kuqe midis personit që ofron shërbimin edhe klientit. Ne mundohemi të jemi sa më të kuptueshëm, të jemi shumë pranë klientit në shërbim, por gjithmonë siç ka klienti vit kuqe për veten kur ne I japim shërbimin, diçka që ne nuk duhet ta tejkalojmë, edhe klienti e ka atë limitin tek ofrimi I shërbimit. Blenard, unë e di që ti je edhe investitor në real estate. Pse ke vendos ose çfarë është real estate për ty si për Mars? Ne kemi pak kohë që edhe investojmë në prona dhe normalisht prona është diçka që ka vlerë dhe është mënyra më mirë për të rrit kapitalin afatgjat. Dhe normalisht në Shqipëri është akoma shumë dinamik treku dhe të jep shumë mundësi për këtë gjë. Edhe duke qenë se kemi ndërtu network shumë të mirë prej vitesh, po mendojmë ta ofrojmë edhe si shërbim. Të pyes pak për klimën e biznesit në Shqipëri, se përveç biznesit që drejton, sigurisht që ke edhe kontaktet tuaja me homolog tuaj, si më thon, me sipërmarrës të tjerë. Si e shikon klimën e biznesit? A është aq problematike kjo çështja që mungojnë shumë gjana në infrastrukturën në Shqipëri, apo është një mundësi ndoshta? Tregu në Shqipëri nuk është treg I lehtë, është treg I vështirë për të qenë, por njerëzit që kanë disiplinë dhe vizion kanë shumë mundësi. Varet nga prioritetet e personit, por mundësit janë të mëdha. Pjesa e migracionit. A e ke provuar emigrimin? Edhe nëse po, pse zgjolle me vazhdu në Shqipëri? Unë e kam provuar kur kam qenë praktikisht shumë I vogël, 20 vjeç. Dhe ka qenë një periudhë shumë e shkurtër që kam qëndruar jashtë dhe jam rikthy. Jam rikthy për të vetëm një gjë, thjesht nuk gjeja veten. Asgjë më shumë as më pak. Thjesht nuk gjeja veten dhe normalisht të gjitha këto gjëra që kam arrit deri tani më dhanë në vendin tim. Di që përveç Manu Travel, edhe një brand shumë I fortë është vetë Bledi. Ke klienta fix, klienta shumë të mirë që dojnë me punu direkt me ty. Por di edhe që ti ke ndërtu një skuadër shumë të mirë, edhe ato aftësitë tuaja, disiplinën, çështën ndaj klientit e ke kaluar tek skuadra jote. Po tash problemi është si ke bind klientat që edhe nëse është Bledi të njëjtin shërbim do marrin si ti ishte Bledi. Si ke arrit me bë këtë gjë? Normalisht filozofia është që I njëjti shërbim siç e jep Bledi, siç e ka filluar Manun, Bledi e ka edhe skuadra, sepse edhe biznesi rritet bashkë me skuadrën, bashkë me mua, me të njëjtin vizion, me të njëjtin standard dhe me të njëjtin besim. Pjesa e delegimit. E di që është një ndër problemet ose sikletet më të mëdha sipërmarrësve. Si e nisën fillim?
ose si e ka përcjellë këtë si problem? Normalisht nëse do të rritesh, nëse të kryesh një skuadër, duhet të delegosh. Kjo është gjë shumë e rëndësishme. Por çdo gjë unë mendoj që duhet bëhet edhe me kontroll. Duhet jesh i vetëdijshëm për ato që jep, për ato që delegon. Dhe siç e tham edhe më parë, bashkëpunimi dhe fryma e mirë është gjëja kryesore në biznes. A është delegimi në vetvete një risk, se fjala sipërmarrës dhe fjala risk shkojnë bashkë gjithmonë. Po vetë delegimi është një lloj riskut? Është një lloj risku dhe prandaj e citova që është gjithmonë me kontroll. Blenar, do të bëj një pyetje sikur të ishe në një intervistë pune. Por kjo është një intervistë nga klienti për ju. Pse duhet vinë ose pse vinë aktualisht klientat tek Manu Travel? Klientat tek Manu Travel vinë për një arsye që ne kemi shumë thjesht. Nuk shesim vetëm paketë turistike ose organizim udhëtimi. Ne shesim standard, besim edhe vizion. Unë e di që investon shumë teknologji, në struktura, në sisteme etj. Pra mundosh me kanë avantgard ose ndoshta edhe disa hapa para tregut. Po të ardhmen e biznesit, si e shikon në 5 deri në 7 vite të ardhshme? Unë kam një synim tek investimet e teknologjia për sistemet e brendshme, për të lehtësuar edhe punën tonë, por edhe korrektësi ndaj klientit, investojmë vazhdimisht. Por tek pjesa e të ardhmes për vetë brandin Manu, unë kam vetëm një synim, që njerëzit kur të nixojnë fjalën Manu, mos ta mendojnë si thjesht agjenci udhëtimesh ose një agjenci real estate, por të mos hezitojnë dhe ta zgjedhin për besimin dhe standardet që ofrojmë. Cilat janë disa nga pyetjet më të shpeshta që ju bëjnë klientët, ndoshta kryesisht në rrjetet sociale? Pyetjet më të shpeshta janë normalisht ne kur postojmë ofertat e këto, Çmimi. domethënë çmimi, sa ditë, sepse mundohemi, domethënë edhe tek postimet vetë edhe për algoritmin e Instagramit dhe të rrjeteve sociale të mos ketë 100% informacion. Nuk është strategji që ne përdorim, por edhe janë disa limite që ne detyrojnë domethënë që të jenë disa informacione mangut në postim, po që ne i japim sapo klienti shkruan. Të kuptoj. E zëm se unë jam një person kështu ves, i thëmë ne, prej veriut. Du me kontrollu gjithçka vetë, du me bë kështu krahasime të agjencive të ndryshme, çmimet e tjerë, edhe vi edhe them ty që pse duhet me bë unë, si më thon, paketën turistike me ju, kur unë mund t'i rezervoj vetë për shembull, edhe udhtimin, edhe taksin, po themi, edhe hotelin. A mune me gjetën çmime të mira vetë? Mbase edhe mund të gjesh çmime të mira vetë, por çfarë ndodh? Kur ti udhton me Manu Travel, stresin e ke zero. Të konfirmimit biletës, për shembull të check-init një ditë përpara, si në vajtje, si në kthim, të rikonfirmimit të hotelit, por edhe që mos të bësh zgjedhjen e gabuar, sepse eksperienca jon, Pse ndodh kjo? po ndodh, të bësh zgjedhje të gabuar, sepse ne shumicën e hoteleve ne i njohim lokacionet, njohim shërbimin, kemi review të vetë klientave që kanë pushuar në për hotele dhe jemi profesionist në këtë pjesë më shumë se një klient që mendon të bëj një udhtim, ta organizoj vetë të gjithë udhtimin, pa e paragjyku këtë pjesë. Tani ti Gjulio si supermars punon gjithë vitin dhe mos u bën ves. Ti mjafton të mendosh për udhtimin dhe për tjerët kujdesi me ne. Do të bëj një pyetje në lidhje me sipërmarrjen, jo thjesht me biznesin tonë. Më tha një mik i jami që me pas lek gjithkush din me bë biznes. Po tamam, sipërmarrja e vërtet është me bë pa lek. Sa je dakord me këtë shprehje? Praktikisht jam 100% dakord me këtë shprehje, sepse të bësh sipërmarrje pa fonde, pa lek, është diçka është art në vete, se me lek din ta bëjnë gjithë, por pa lek flasim për buxhet vogël, arrin ta bëjnë vetëm njerëzit me vizion dhe me besim. Në atë që kërkojnë për të bë. Te pjesa e zhvillimit personal. Unë e di që je një person që edhe më ke thënë që për me urrit biznesi duhet me urrit fillimisht drejtuesi. Sa kohë shpenzon, si më thon, për trajnime ose për me lexuar libër ose diçka? Unë praktikisht jam për herë në kërkim që të përmirësoj veten. Jam në garë me bledin e djeshëm. Do të thënë, dhe njeriu duhet të rritet vetë, duhet të jap vizionin e vet, duhet të bëj trajnime, duhet të lexoj për hapat e ri, teknologjinë, çdo gjë, që të arrijë
të njëjtën frymë që ka, ta transmetojë te biznesi. Të kuptoj. Te pjesa e turizmit në Shqipëri, se jo kryesisht me stadion bani paketa turistike për jashtë, apo jo? Po për jashtë. Për turizmin në Shqipëri, çfarë mendon se janë disa nga problematikat që ne duhet me rrit ndoshta nivelin për me ditë me i prit tamam njerëzit, se nuk mjafton thjesht jemi mikpritës edhe kaç. Duhet edhe standard. Nuk mjafton që ne jemi njerëz mikpritës, kjo është një gjë shumë kryesore për ne, është shumë e vyer, por unë mendoj që është infrastruktura, akomodimi. Do të thënë ne kemi akoma problematika me hotelet që kanë pak dhoma për akomodim. Dhe unë besoj që në të ardhmen, nosha për jo shumë vite, kjo gjë do jetë e zgjidhur në Shqipëri, duke pallë investimet që po bëhen kohë pas kohe. Bled, a din çam ka bëu përshtypje diçka? Për herë të parë isha në Greqi vitin e kaluar. Edhe atje vuna re që bizneset nga ana fizike nuk është se kishin ndonjë investim shumë të madh, por shërbimin e kishin super. Ndërsa ajo që shikojnë në Shqipëri është komplet e kundërta. Hellin gjithë kapitalin në objekte, ndërsa stafet nuk i trajnojnë aq mirë. Cila mendon se është më mirë? A mjafton me pas thjesht një objekt bukur apo Unë mendoj se çelësi kryesor për turizëm është shërbimi. Nëse ke shërbim të mirë, klientët të rikthehen prap. Klientët për dytën herë nuk të rikthehen për godinën. ti ishet paketa turistike të tjerëve? Po ti vet, sa kohë merr për me udhëtu? A shkëputesh ndonjëherë për biznesit apo jo? Ne praktikisht udhtojmë më shumë për arsye pune dhe kur udhtojmë bëjmë pushime, praktikisht blejmë më shtrejt se klienti se i kemi për herë i lëm për moment të funit, edhe për shkak të punës që bëjmë. Për në Shqipni, a është Shqipnia nga për shembull, nga ana natyrore e di që është shumë e bukur. Po nga i herë pës veten ç'a dojnë austriakt, gjermant në Shqipëri. Kanë atje çdo lagja është e bukur, një arkitekturë spektakolare. Pse mendon se vinë në Shqipëni? Shqipëria nga ana natyrore, siç e the vetë, është shumë e bukur. Por ka njerëz që nuk e mendojnë jetën që të punojnë për shembull gjithë vitin dhe të bëjnë një herë pushime. Ka njerëz që duhet të shohin kultura të reja, duhet të shohin vende të reja, duhet të njohin, duhet të eksplorojnë. Është diçka, do të thonë, njeriu udhëtimi nuk është vetëm për të bërë pushime. Udhëtimi është në vetvete është një kulturë. Bled, e ke nis biznesin 2016, afërsisht 10 vite më parë. Sot po qëndron përballë pasqyrës edhe po shikon Bledin para 10 vitesh, në ato momentet e para që e mori guximin me hap biznesin. Edhe ai po shikon ty sot, një sipërmarrës i suksesshëm, duke sjell zgjidhje për klientat ndryshëm, për nivelet ndryshme ekonomike, nga më të thjeshta deri tek premium, tek luksi. Pra një sipërmarrës i afirmuar. Edhe që është gjithmonë kërkim më të mirës. Ç'a mendon se do të thoshte nëse do shifte sot në situatën ku je? Mbase në kritik të vogël, se siç e tham, kam pak ngjak kritike ndaj vetes, por që edhe për vendimet që mund të kem marr, nuk është se kam ndonjë pendes në gjë, sepse njeriu edhe kur gabon duhet gjej zgjidhje. Duhet jeti i përgjegjshëm për çdo gjë. Po ti ç'a do i thoshe Bledit para 10 vitesh, me eksperiencën që ke sot? Që momenti i dur nosha nuk ka qenë para 10 viteve, duhet kishte qenë nosha vite më përpara. Më the pak më para që ne duhet gjejmë zgjidhje, edhe si më thon çdo gjë në thojza është faji jon. Pse mendon se është çësia më e mirë kjo për me pas sukses? Nëse ne duam të tregojmë përgjegjshëm për çdo vendim apo veprim që ne marrim, është përhepërsia jon, nuk është përhepërsia një personi tret. Çdo gjë e kemi në dorë ne. Sepse kur ti fajson një person tret, do thotë që jetën ta ka në kontroll ai person. Ndërsa kur ti thua fajin e kam unë, ti e shef si mundësi për ta zgjidhur atë problem. Një pyetje tipike shqiptare, a është më mirë me bë biznes vetëm apo me ortak? Varet nga eksperienca, Gjulio. Okej. Unë kam për shembull që se kam filluar në fillimet e mia, kjo është eksperiencë personale, unë mendoj që është më mirë të bësh vetëm. Është edhe shprehja më mirë dy mendje se një mendje, por është mbi bazën e eksperiencës personale. Pra ti thu me marr edhe riskun komplet vetë përsipër, por edhe rewardin, edhe shpërblimin. Edhe shpërblimin, po. Te pjesa e strukturës të skuadrës tane, si e ke ndërtu strukturën? A ke, si më thonë, ti kontakt direkt me secilin nga punojësit për çdo detaj të vogël, apo ke kriju një lloj
hierarkijet? Ne kemi një hierarki në zyrë, do të thënë është një menaxher e zyre që merret me çdo gjë, me organizimin e stafit, me problematikat e ditës. Nuk më pëlqen që përfshihim në punë, por jo me direkt me stafin. Edhe kur kemi bisedu bashkë, kam thënë që unë nuk rrit dot pa u marrë me punë gjatë ditës, po më shumë ju vin në ndihmë se sa për problematika, për kritika, për diçka. Janë gjëra të vogla që jam edhe si person që më pëlqen kur nuk janë, domethënë një problem i vogël kur nuk bën sens të zmallohet, met aty. Për sa i përket menaxhimit në zyrë, menaxheri i zyrës, për shembull, siç merret me problematikat, siç merret me organizimin, i takojnë edhe meritat për rezultatet dhe arritjet në zyrë, sepse çdo gjë bëhet bashkarisht puna në grup. Pra ti nuk je sipërmarrës tipik që sfidat ja ka lënë skuadrës edhe credits, ato shpërblimin e marr për vete. Çdo gjë shkon në grup, është puna në grup. Nëse ti si sipërmarrës nuk del në punë, nuk del te biznesi jot, për sa kohë mendon që mundet me ecë biznesi jot pa kënd ti prezent? Unë mendoj që njeriu duhet të mundohet të bëj këtë gjë, që biznesi mos të varet nga prezenca jote. Nëse ti arrin këtë, vërtet ke, domethënë, je në hapat e suksesit. Tjetra, Gjulio, që nëse biznesi jot ka nevojë që ti jesh prezent, nuk je një sipërmarrës i afirmuar, je thjesht një vetpunësum, që ti kalon gjithë kohën tënde për të funksionuar biznesi. Bled, a mundesh me mëllon një mesazh për të rit që kanë kryesisht qef ose aspirim për me bë një sipërmarrje? Fillimet janë për herë të vështira. Pasuria nuk vjet brenda natës, se këtë e dëshirojmë gjithë, por është e pamundur. Biznesi kërkon shumë energji, kërkon sakrificë dhe të krijosh reputacion. Dhe kryesorja është disiplina. Se marrim një shembull, një ditë nuk je mirë nga gjendja emocionale, motivimi të bie. Kush të mban lojë është disiplina. Di që ke edhe dy djem. E di që janë shumë të vegjël, po cilat janë disa nga ato gjona që ti ke shumë fiksim me i programu, në thojë, ose me i nxit? E vetmja gjë që mund t'i nxisja në jetë, jo të zgjidhin nosha të njëjtën fushë biznesi që jam unë, por edhe nëse zgjedhin një profesion në të ardhmen, të mundohen të mos jenë të punësuar diku, të kenë liri. Kjo është kryesore në jetë. A mendon se sipërmarrja është ndoshta gjëja më e bukur që mund të bësh në aspektin e karrierës? Sipërmarrja është gjëja më e bukur që mund të bësh në aspektin e karrierës, gjithmonë kur ti bën diçka që ty të pëlqen. A mendon se do ishe kaq i suksesshëm nëse do ishe në një industri që ka lek, po ndoshta se ke më aq shumë pasion? Unë mendoj që gjërat kur bëhen pa pasion nuk kanë vazhdimsi. Okej, pra nuk mjafton thjesht disiplina, etika e punës. Shkojnë të gjitha zinxhir, sepse të bësh një punë pa pasion, po me disiplinë, nuk transmeton emocion te klienti për shembull ose tek shërbimet që jep, duhet shkojnë gjitha bashkarisht. Fjala balans, sa prezent është tek jeta jote, se ti edhe sipërmarrës edhe familjar. Si e ke gjetë kohën për me tregu kujdesin të dyjave? Fjala balanca është shumë e rëndësishme dhe kohën për t'u kushtuar rëndësi të dyjave duhet gjetë patjetër. Sepse biznesi, të thash, ti mundohesh që biznesi të ketë vazhdimsi edhe pa prezencën tënde, të lodhesh ta bësh këtë gjë. Por familja vjen e para. Do të thënë çdo gjë që ti bën, nëse nuk je prezent në familje, nëse nuk ke kohë për fëmijët, unë mendoj se është e kotë. A e ke pas gjithmonë këtë balancë që në fillim, apo në fillim ka pas më shumë nevojë për përpjekje biznesi? Fillimet kanë qenë më të vështira dhe kjo balancë shkon duke u rritur në proporcion me ato që ti investon ndaj vetes, ndaj biznesit, dhe këtë po mundohem të bëj ditë ditë, domethënë. Kam shumë çuna të ri që më shkruajnë si të bëj lek shpejt, si të bëj lek online etj. Si sipërmarrës i afirmuam dhe me eksperiencë që je. Në mendimin tanë, në këndvështrimin tanë, sa vite duhet me nda dikush mendjen që s'ka me fitu lekjerë, nëse hap një biznes? Unë mendoj tek pjesa e fitimeve që një biznes edhe në hapet e parë duhet të t'jap diçka. Okej. Sepse ndryshe nuk do mbijetosh, se marrim shembull një i ri që është fillimit e veta, ka një X buxhet vogël, patjetër që duhet të tregosh i kujdesshëm dhe biznesi për herë të t'jap diçka. Por unë mendoj që 2-3 vitet e para janë stresuese dhe nosha nuk arrin atë që ti ke kërkuar nga vetja. Aftësia e shitjes.
Sa mendon se është e rëndësishme për një sipërmarrës? Aftësitë e shitjes dhe të bindjes praktikisht shkojnë paralel të dyja. Por sipërmarrësi nëse vet është një shitës i mirë, këtë vizion du ta jap edhe tek stafi edhe te biznesi vet. Nëse drejtuesi nuk është një shitës i mirë, nuk besoj se funksionon mrekullisht çdo gjë. Mund të gjesh personat e duhur, por nosha nuk di si ti drejtosh. Tek shërbimet që ne japim Gjulio, nuk është çdo gjë të shesësh një paketë. Është normalisht ti të japësh vizionin që ti ke tek skuadra jote dhe i gjithë bashkarisht këtë vizion ta transmetojnë te klienti. Kjo vjen besoj thjesht nga aftësia e shitjes. Nga aftësia e shitjes dhe nga eksperienca. Se fitohet edhe me kalimin e kohës, domethënë aftësia, sepse jo çdo kush që fillon në fillim është i aftë për të shit. Në 10 vite biznes, por edhe më shumë vite në këtë karrierë, në këtë industri. Çfarë është diçka që ti ke mësuar për njerëzit në përgjithësi ose për klientat? Nga eksperiencat që un kam gjitha vitet e punës, jo vetëm tek pjesa që jam sipërmarrës, mendoj siç e tham më parë, balanca duhet të jenë të kujdesshme. Sepse është shprehje që një klient e bën mik, por nosha pritshmëritë më vonë bien. Dhe në momentin që bien pritshmëritë dhe marrëdhënia nuk është më, zhgënjehesh. Prandaj dhe balanca duhet të jetë e kujdesshme. A ke pas raste, besoj që po, por a ke pas raste që ndoshta klienti s'ka pas shumë drejt, por ti ke zgjallë ndoshta edhe mos me fitu diçka, por thjesht me i përmbush kërkesat që ka? Po, por gjithmonë me kujdes. Sepse patjetër klienti mund të ketë një kërkesë specifike që e mendon që e ka drejt, por kur biznesit nuk i prish punë, unë mendoj që çdo gjë rregullohet dhe masi klienti merr shërbimin, të dyja palët mund të jenë më të qeta dhe shpjegohet dhe klienti e kupton. Dhe të është mirënjohës për atë hap që ke marrë. Më the pak më para që duke pas një network të mirë, duke zgjeru prej punës që bëj, si më thonë ma zgjeru edhe vetë biznesi. Sa e rëndësishëm është për një sipërmarrës të ketë njohje, të ketë network? Networku sot është mbi shtyllat kryesore që funksionon një sipërmarrës, që mund të funksionojë biznesi dhe të gjitha këto bashkarisht krijohen me emrin e mirë, me besueshmërinë që ti ke në treg, dhe unë mendoj që një treg që është global, gjëja më e keqe për një investitor është të izolohet. Di që të ndërtu një agjenci real estate, me ndihmu investitorët për me ble ose me shit prona, ose familjar, njerëz të ndryshëm. Po pse zgjolle me hap real estate, se me networkun që ke, ti mund t'i mash për vetë ato pronat më të mira. Unë mendoj se Shqipëria me dinamikën që ka në këtë sektor, të jep mundësi të jashtëzakonshme. Dhe me gjithë standardin dhe vizionin dhe besimin që kemi tek Manu Travel, ne kemi menduar që edhe Manu Real Estate ta ndërtojmë me të njëjtën frymë. Dhe mendoj që njeriu tek pronat duhet t'jap besim dhe standard, sepse njerëzit nuk kërkojnë thjesht ose investitorët për ble një shtëpi, kërkojnë besim tek investimi që do të bëjnë. Gjithashtu edhe për familjarët edhe për çiftet e reja është vendimi më i rëndësishëm që mund të marrin, gjithmonë pas martesës. Okej. Shumë faleminderit që zgjolle me tregoj historinë e rrugtimit tënd në biznes tek podcasti jon. Shifna në tematika të rrallës. Gjulio, faleminderit për ftesën dhe patjetër që do shihemi me eksperjenca të reja, investime të reja që ne do kemi në të ardhmen, do jemi prezent në podcastin tuaj. Faleminderit.